Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotria, ku po takohemi sërish së bashku me historinë e radhës. Sot do të tregojmë një histori të një mos respektit nga një nuse që ka patur për vjerën e saj, për nënën e saj, për nënën e burrit të saj. Askush nuk lind me zemër të fortë, as me urrejtje në shpirt. Jeta të gdhënt, nga njëherë në mënyrë të padrejtë, nga njëherë në mënyrë të pamëshirshme. Kështu si nisje dhe rrugtimi i Almës, një grua e fortë në dukje, por me plagë të pashërueshme në zemër. Alma u martua shumë e re, pa dashuri, pa ëndra, pa asnjë fjalë të saj. Ishte një martesë e vendosur nga të tjerët, nga zakonet e një babait autoritar që i tha vetëm kaq: "Ky do të jetë burri yt." Dhe s'ka rrugë tjetër më, dhe ashtu ndodhi. Pa e njohur, pa e dashur, pa e dëshiruar, Alma u fut në një shtëpi ku gjithçka i dukej e huaj, veç vuajtjes që e kishte njohur qysh në fëmijëri. Në ditët e para Alma heshti, në netët e para ajo qante në heshtje. Por shumë shpejt, heshtja u kthye në britma dhe në lot e në zemërim. Burri i saj, një njeri që e shihte gruan si pronë, e dhunonte. Jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. E rihte për gjithçka. E rihte kur nuk i kishte gatuar supën me kripën e duhur. E rihte kur kishte folur me ndonjë fqinj. E rihte kur nuk buzëqeshte, sa duhej para familjes së tij, dhe më kaq se dhuna fizike, ishte ndjesia se askush Alma nuk e mbronte. Por më e rëndë se burri, ishte vjera. Një grua e ftohtë, e ashpër, që kur nuk e pranoi si nuse, që në fillim ajo e poshtëroi, e quajti të padobishme, të padinjitetshme, e thëriste, gruaja që solli bela në shtëpi. I numëronte kafshatat e bukës, i vinte verë çdo fjale që i dilte nga goja, dhe Alma pa dashje filloi të mbushej me mlef. Mlef që nuk e nxirrte dot mbi burrin e saj, sepse ai e thëriste vetëm kur duhej ta ulte në tokë, dhe kështu ai mlef u derdh mbi vjerën. Fillimisht, Alma u bë fjalë shumë, më pas u bë e dhunshme. Nisën grindjet, pastaj shtyerjet, më pas sharjet dhe fyerjet. Një ditë, kur vjera i tha se ishte një turp për familjen, Alma e goditi. Fillimisht me duar e më pas me sende që i dilnin përpara. Dhe kjo nuk ndodhi një herë. E përsëriti, herë pas here, derisa shtëpia u kthye në një fushë betejë të ftohtë edhe të egër. Edhe pse burri e dhunonte për ditë, Alma nuk e ndali kur urrejtjen për vjerën. Në mendjen e saj ajo ishte burimi i çdo të keqe. Ajo kishte rritur atë burr që e kthente në hi. Ajo kishte mbajtur anën e tij, kishte heshtur kur Alma qante, edhe kishte gëzuar në çdo dobësi të saj. Kaluan vite, u bën me fëmijë. 3 fëmijë që rriteshin në një shtëpi ku dashuria nuk kishte vend, vetëm dhunë, britma dhe urrejtje. Fëmijët filluan të trembeshin nga nëna e tyre. Në fillim e shihnin si mbrojtje, por më vonë si një grua e mbytur nga urrejtja, e pamëshirshme edhe ndaj vetë tyre. Në fund burri e la. Jo se kishte ndonjëherë bashkëshort në kuptimin e plot, por kjo ishte një tjetër goditje. Alma mbeti vetëm, me një shpirt të vrarë dhe 3 fëmijë që po i largoheshin dita ditës. Vjera tashmë plake së mur, u largua nga shtëpia. Askush më nuk kujdesej për të. Alma nuk e pyeti më, ndoshta nuk donte.
ndoshta nuk mundej, ndoshta në zemrën e saj kishte ende shumë urrëtie e tepër pak vend për ndjes. E sot Alma jeton vetëm. Fëmijët janë të rritur, asnjëri prej tyre nuk flet me të. Vajza e saj e madhe që dikur i rinte në prehër, i ka thënë qartë: "Ti nuk je më nëna ime." Djali i vogël që dikur i fshinte lotët e ka bllokuar nga çdo rrjet social. Asnjëri nuk pranon ta vizitoj për festa, askush nuk e përqafon më, askush më nuk i thot mam. Sot ajo ecën rrugëve me kokë të ulur. Shikon nënat që qeshin me fëmijët dhe ndjen një therrje në zemër. Tashmë është vonë. Dhimbja e ka gryer, urrëtia e ka plakur dhe pendesa e ka lënë pa gjumë. Në fund të ditës kur mbyll dritaret dhe ndes dritën e dobët të dhomës skuri, Alma nuk qan më për burrin që e rau, as për vjerën që e poshtroi. Ajo qan për fëmijët që nuk e thrasin më nën, sepse dashuria edhe kur humb ndonjëherë i kthehet, por respekti fëmijëve nëse humb nuk e fiton më kurrë. Në fakt, kjo është rrëfimi që Alma ka bërë për kanalin tim. Ajo ka treguar që ka bërë gabim që ka rënë pre asaj dhune. Nuk është dashur që ta bën atë gjë me vjerën e saj, por unë e kuptoj. Alma ka qenë shumë e ndikuar dhe kur e shikon që të gjithë të rahin, të godasin, normalisht shpirti thonë njëri është edhe ajo. Edhe ajo do plasë, edhe ajo do i nxjerrën mlefin e saj, edhe ajo do i nxjerrin inatin e saj. Por unë uroj me zemër që këta fëmijë të bekuar, sepse ndoshta janë edhe të ndikuar nga gjyshja, nga babi, që mami ka qenë kështu, mami ka qenë ashtu. Edhe këto fëmijë të arrin ta kuptojnë që nëna e tyre nuk e ka bërë këtë nga qefi. Ajo është martuar për të ndërtuar një familje dhe të gëzonte një respekt, të gëzonte një autoritet të një nëne, të një gruaje. Por siç duket, kjo gjë tek Alma nuk erdhi kurrë. Siç duket, kjo gjë tek Alma ishte një kapitull krejtësisht i mbyllur që nuk kishte rrugë më që mund të shikohej apo të qartësohej kjo gjë. Dhe sot Alma ka vetëm një dëshirë të vetme. Të rikthej pranë xhirit të saj, pranë kraharorit të saj, fëmijët e saj. Ato që Alma sakrifikoi jetën, sakrifikoi ditën, sakrifikoi ëndrat dhe u shndrua në një grua të dhunuar, të pa shkollë, të pa ditur, të pa civilizuar që rinte çdo ditë mes këtyre njerëzve që e dhunonin dhe më pas Alma u kthye u shndrua në një kafsh. Ju e dini shumë bukur që ne kemi secili kafsh brenda vetes tonë. Çdo njeri ka kafsh brenda vetes dhe ndonjëherë pa dëshirën tonë, pa menduar ne, na del nga vetja jonë. Dhe unë uroj që fëmijët ta kuptojnë dhe të rikthehen një herë për gjithmonë, të shohin nënën e tyre dhe të kuptojnë vuajtjet e saj.